Horoskopi ditor e shtunë 11 prill 2026. Dashi. Tranzitet e sotme mund të ndihmojnë në zbulimin e një zgjidhjeje për një problem ose një këndvështrim të ri për një situatë të dashur dhe kjo është e dobishme. Ka energji të fortë për çështjet personale, shtëpiake dhe familjare. Vendosja e rregullit në punët tuaja financiare mund ta përmirësojë jetën tuaj në fusha të shumta. Mund të gjeni mënyra alternative për të marrë me fushat problematike që rezultojnë të funksionojnë bukur. Një çështje ose sekret privat mund të zbulohet. Megjithatë, vëmendja juaj shpesh kthehet te rrjedhëzimi, miqësitë dhe lidhja me qëllimet tuaja të lumturisë sot. Dikush mund të mbështetet tek ju për mbështetje ose forcë dhe ju jeni veçanërisht të dobishëm. Demi. Je në formë të shkëlqyer për të udhëhequr dhe mbështetur të tjerët sot, i dashur Dem. Procesi i shkëmbimit është interesant në vetvete për ty tani, ndoshta pak më pak se përmbajtja. Megjithatë, je në formë të mirë për të menduar dhe komunikuar shpikës. Mund të kesh mundësinë të kujdesesh për problemet e pasgjidhura dhe fundet emocionale të lirshme, dhe ka të ngjarë të gjesh mbështetje fuqizuese nga të dashurit ose një ndjesi se je në krye të gjërave. Energjitë e sotme janë të forta për punë, organizim dhe zgjidhje praktike për problemet. Marrja përsipër e një projekti që dikur mendoje se nuk ishte në nivelin tënd mund të shërbejë për të surprizuar tani, pasi mund të jetë shumë më i shpërblyer nga sa e kishe imagjinuar. Binjakët. Mund të forconi lidhjet dhe të gjeni paqe me të kaluarën tuaj sot, të dashur binjak, ose të paktën një kuptim të ri të një çështjeje afatgjallë. Mund të dilni me një ide të realizueshme për një karrierë ose një lëvizje publike. Puna, biznesi dhe ide të tjera praktike mund të jenë të dukshme tani. Hëna e kalon ditën në sektorin tuaj të aventurës dhe shpirtit dhe mund të mos keni nevojë as për një drejtim të vërtet për t'ju frymëzuar, thjesht doni të bëni diçka konstruktive. Gjithashtu përfitoni nga një ndikim që mund të sjellë një përvojë pozitive mësimore në jetën tuaj. Energjitë e sotme janë të mira për të shfrytëzuar sa më shumë një situatë dhe mund të gjeni shumë mirë motivimin e duhur për të bërë përmirësime. Dita favorizon përparimin e qëndrueshëm, besueshmërinë dhe përpjekjet e vogla për të siguruar përpjekjet e ardhshme. Gaforia. Tranzitet e sotme ju vendosin në një gjendje shpirtërore optimiste, i dashur gafore. Ndër veprimet dhe komunikimet mund të jenë veçanërisht të rëndësishme dhe ndoshta frymëzuese. Po mendoni për mënyra për të zgjeruar përvojën tuaj të jetës përtej rutinës dhe mund të frymëzoheni veçanërisht nga perspektivat tuaja, njohuritë e reja dhe teoritë që zgjerojnë mendjen sot. Njerëzit janë veçanërisht të interesuar në bisedat, idetë dhe opinionet tuaja dhe ju mund të jeni duke udhëhequr në një farë mënyre midis miqve dhe bashkëpunëtorëve. Energjitë janë të mira për shoqërizim dhe bashkëpunim. Mund të ketë një ndjenjë të këndshme ekuilibri pasi nevojat tuaja emocionale duket se janë në ekuilibër me kërkesat e botës së jashtme. Ju jeni të interesuar t'i bëni gjërat të ecin më mirë dhe po shikoni detajet e rëndësishme që kanë nevojë për vëmendje në këtë drejtim. Ekziston një ndjenjë më e fortë e asaj që është e mirë për ju se sa thjesht ajo që dëshironi ose mendoni se keni nevojë. Luani. Mund të ketë përvoja të përbashkëta tërheqëse që bien në sy sot, i dashur Luan. Ju analizoni, flisni ose ndani të kaluarën për të kuptuar më mirë të tashmen. Është një kohë e mirë për njohuri mendore, kryesisht që sillen rreth jetës suaj personale, marrëdhënies suaj intime me veten, vetdijes suaj për frikërat dhe lidhjet tuaja, si dhe varësive tuaja nga të tjerët. Idetë dhe strategjitë për një menaxhim më të mirë të jetës suaj dhe për të marrë me fushat problematike mund t'ju vinë menjëherë. Mendja juaj është hetuese dhe dëshira juaj për të kuptuar një çështje më thellë tenton të dominojë tani. Mëngjesi është një kohë e mirë për anën më krijuese të punës suaj ose për të organizuar hapësirën tuaj. Ju keni një sy të shkëlqyer për projekte ose investime të vlefshme. Megjithatë, mund të jeni mjaft të përqendruar në jetën tuaj shoqërore ose marrëdhëniet sot. Një partner ose dikush i veçantë mund t'ju ndihmojë të nxisni entuziazmin tuaj dhe të ndërtoni vetbesimin tuaj. Virgjëresha. Tranzitet e sotme janë të forta për analizimin, renditjen dhe organizimin, virgjëresh e dashur. Mund të keni një bisedë ndriçuese me ose rreth një partneri. Tendenca është të shqyrtoni një problem për të arritur në një kuptim të ri, dhe kjo është e dobishme. Mund të ndani me sukses një problem ose të bëni një studi idesh. Reagimet e vlefshme mund të jenë në qendër të vëmendjes.
Performanca juaj ka më shumë rëndësi për ju se sa zakonisht sot, por nuk është energji ankthi. Në fakt, jeni mjaft të lumtur të bëni përmirësime. Të shqyrtoni programet ose idetë të shëndetit dhe mirëqenies dhe të eksploroni se çfarë mund të bëni për të përfituar sa më shumë nga këto gjëra dhe puna juaj mund të jetë e suksesshme. Një person në jetën tuaj mund të dalë në ndihmë tani dhe kjo është e dobishme. Vëmendja juaj ndaj një marrëdhënieje mund të ketë përfitime afatgjata. Peshorja. Peshore e dashur, ju pëlqen të vini në rregull mendimet tuaja sot dhe bisedat ose idetë rreth punës, rutinave, punonjësve ose çështjeve shëndetësore mund të jenë në fokus. Mund të mbledhni informacione për të ndihmuar të tjerët dhe, gjatë këtij procesi, të mësoni diçka të rëndësishme për veten tuaj. Zgjidhja e problemeve mund të jetë tërheqëse dhe zgjidhjet janë në horizon. Mund të ndjeni një nevojë në rritje për të shoqëruar, për të arritur, për të ndarë dhe për të shprehur dashurinë tuaj. Mund të jeni duke kërkuar aktivitete në të cilat mund të krijoni, të konkuroni ose të luani. Bisedat ose aktivitetet konstruktive me një partner ose mik mund të kenë një ndikim të fortë tani. Energjitë e sotme janë të dobishme për të hedhur një vështrim të mirë në atë që mund të përmirësoni me punën, financat ose shëndetin tuaj. Këshilla të mira nga dikush që i besoni mund të jenë në horizont tani. Akrepi. Ndërveprimet tuaja përfitojnë nga rritja e dëgjimit dhe vëmendjes sot, i dashur akrep. Ndërsa mësoni më shumë rreth botës përreth jush, ndiheni më të sigurt dhe të lidhur. Jeni të gatshëm të dilni pak jashtë zonës suaj të rehatisë në një nivel mendor. Për fat të mirë, është një ditë për të fituar më shumë qartësi në një çështje. Mund të zbuloni diçka në lidhje me një çështje romantike ose krijuese që ndryshon perspektivën tuaj, ose mund të ndihmoni në udhëzimin e dikujt, dhe kjo është shpërblyese. Të shohësh burime që i keni anashkaluar në të kaluarën mund të ketë një ndikim të fortë. Jeni veçanërisht të vetëdijshëm për detajet e nevojshme për të kryer një punë, gjë që ju ndihmon të bëni një gjurmë në listën tuaj të gjërave për të bërë, ose çfarëdo që po ndiqni sot. Zgjuarësia juaj praktike i tërheq të tjerët drejt jush sot. Jeni gjithashtu në një pozicion të mrekullueshëm për të fituar një avantazh në punën tuaj. Po tregoni një interes të veçantë për elementet praktik të një projekti dhe instinkti juaj për atë që ka vlerë afatgjat është i fortë. Shigjetari. Tranzitet e sotme janë të mira për forcën në njësinë familjare ose në marrëdhëniet me njerëz që janë si familje për ju, i dashur shigjetar. Sqarime të rëndësishme dhe një depërtim më i madh mund të jenë në qendër të vëmendjes. Shkëmbimet në marrëdhënie të ngushta janë të dobishme dhe shpërblyese, dhe ju jeni në një gjendje mendore veçanërisht të arsyeshme dhe objektive. Hëna kalon gjithë ditën në shtëpinë tuaj të tretë diellore, dhe ju po i ndjeni nevojat tuaja për të lidhur, për të lëvizur dhe për të ndjekur interesat tuaja mendore. Me lidhjen e hënës me Plutonin dhe Saturnin në fillim të sotëm, ju po flisni me autoritet dhe mund të arrini në disa përfundime kuptimplote. Është një kohë e mirë për të mësuar ose udhëzuar të tjerët dhe për të mësuar diçka konstruktive vetë. Gjithashtu, sot dhe nesër mund të ketë përmirësime në dinamikën familjare ose shtëpiake, veçanërisht në përmbushjen e përgjegjësive, të cilat mund të jenë të kënaqshme dhe stabilizuese. Britsjapi. Tranzitet e sotme janë të forta për të njohur më shumë veten dhe ndjenjat tuaja përmes bisedave dhe meditimeve tuaja, i dashur britsjap. Përfitimet e një miku, partneri ose sistemi mbështetës bëhen të dukshme dhe mund të shijoni ide dhe komunikime të dobishme dhe sqaruese. Gjithashtu, jeni më të vetëdijshëm për gjërat që ju mbështesin, ju bëjnë të ndiheni të sigurt dhe ju mbajnë të përqendruar në moment. Përpjekjet për të organizuar dhe rregulluar ose thjeshtuar jetën tuaj mund të jenë në qendër të vëmendjes. Energjitë e sotme janë të mira për vëmendjen ndaj detajeve praktike që ju ndihmojnë të përmirësoni ose të siguroni marrëdhënie dhe projekte. Ujori. Tranzitet e sotme janë të forta për të fituar një kuptim më të mirë të prioriteteve dhe nevojave tuaja, i dashur ujor. Mund të shijoni më shumë njohuri për situatën tuaj me informacione të reja që vijnë ose janë në dispozicionin tuaj. Është një kohë e mirë për të punuar me buxhetet ose për të bërë kërkime për një blerje. Duket se jeni veçanërisht të aftë të flisni për çështje praktike dhe të gjeni zgjidhje reale për problemet sot. Bisedat konstruktive mund të jenë në qendër të vëmendjes. Ndërsa hëna në shenjën tuaj tenton t'ju nxisë në disa nivele, përfitoni më shumë nga një qasje më e ngadaltë, më e qëndrueshme dhe më e drejtpërdrejtë ndaj jetës suaj tani.
dhe të menduarit për strategji për trajtimin e fushave problematike mund të jetë më e suksesshme dhe më tërheqëse. Peshqit. Tranzitet e sotme janë të forta për të menduarit konstruktiv dhe për të rregulluar mendimet tuaja, të dashur peshq. Është një kohë e mirë për të gjetur informacionin që ju nevojitet. Një kuptim i ri i një çështjeje mund të lindë një ide të përmirësuar. Hëna e sotme mund të sinjalizojë nevojën për të mbajtur larg njerëzit dhe situatat sfiduese ose kërkuese. Është një kohë për të përqendruar në vetvete. Mund të jeni në gjendje të lidheni me ndjenjat tuaja dhe të qëndroni shumë të ankoruar në të tashmen. Gjithashtu, mund të shijoni shumë përmbushjen e përgjegjësive tuaja. Një mik, vëlla ose fëmijë mund të ndihmojnë në mbështetjen tuaj. Jini të gatshëm të merrni në konsiderat heqjen dorë nga një çështje që ju ka penguar të shihoni veten, të rriteni dhe të përmirësoheni. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.